Të nderuar qytetarë, sot ekonomia shqiptare nuk mbahet në këmbë nga puna, prodhimi apo sipërmarrja e ndershme, ajo mbahet në këmbë nga parat e pista. Për vite me radhë, narkoqeveria ka ndërtuar një model ekonomik që favorizon pastrimin e parave dhe godet punën e ndershme. Miliona metra katror beton janë ngritur me para që nuk burojnë nga ekonomia reale, ndërsa lejet e ndërtimit shpërndahen për klientët e pushtetit dhe njerëzit afër qeverisë. Ndërkohë që kudo shohim kulla dhe resorte luksoze, qytetarët shqiptar e kanë gjithnjë e më të pamundur të blejnë një shtëpi. Apartamentet kushtojnë nga 300 apo 400.000 euro, ndërsa paga mesatare nuk kalon 800 euro në muaj. Një familje e re i duhet një jetë e tërë punë për të siguruar një shtëpi. Rënja drastike e euros është shoqëruar gjithashtu me trefishimin e çmimeve të apartamenteve. Ky nuk është zhvillim ekonomik. Kjo është pasojë e drejtë për drejtë e një ekonomie të deformuar nga parat e pista dhe nga një treg i manipuluar në funksion të interesave të ngushta kriminale. Ndërsa ndërtohen kulla, po shkatrohen sektorët që prodhojnë mirëqenie. Mbi 300.000 fermer janë goditur nga tkurrja e bujqësisë. Fasoneria po falimenton në goditjen e zhvlerësimit të euros, qindra sipërmarrje po mbyllin aktivitetin dhe mijëra punonjës po humbasin vendet e punës. Në ditët e fundit janë sekuestruar pasuri dhe sasi të mëdha parash me vlerë rreth 300 milion euro. Vetëm kjo shumë përfaqëson afërsisht 12% të investimeve vjetore në ndërtesa në Shqipëri. Kjo tregon qartë për masën alarmante të infiltrimit të paras kriminale në ekonominë shqiptare. Në etiketën e investimeve strategjike, projekte me vlerë miliarda euro janë shndruar në mekanizma të pastrimit të parave të pista. Ndërtimi dhe turizmi janë kthyer në sektorët ku bashkëjetesa mes pushtetit politik, oligarkëve dhe krimit të organizuar janë më e dukshme se kurrë. Rreth 12 miliard euro qarkullojnë jashtë sistemit bankar. Këto para po shndrohen para syve tanë në kulla, resorte dhe kazino, pa pyetur për pronën private, pa pyetur për zonat e mbrojtura dhe pa pyetur për ligjin. Turizmi dhe shifrat propagandistike të qeverisë janë bërë alibia pas së cilës fshihen flukse të paras së pisët. Ndërsa lulëzojnë ndërtimet luksoze, call centera dhe aktivitete që nuk shpjegohen me ekonominë reale të vendit, themelet e ekonomisë së ndershme po gryen çdo ditë. Paraja kriminale krijon iluzionin e rritjes ekonomike, por realiteti është krejt tjetër. Mbi 1 milion shqiptarë janë larguar nga vendi. Shqipëria po zbrazet, ndërsa propaganda e narkoqeverisë përpiqet të fshehë një realitet që çdo familje shqiptare e përjeton çdo ditë. Loja që po luhet me vlerësimin e euros duhet të marrë fund, sepse po rrezikon të hedhë në erë themelet e ekonomisë shqiptare. Çdo ditë që kalon me këtë zhvlerësim mafioz të euros e bën më të vështirë rikthimin e ekonomisë në normalitet. Çdo ditë që kalon mbyllen biznese, humbasin vende pune, falimentojnë fermerët dhe prodhuesit, ndërsa ekonomia zhytet gjithnjë e më thellë në një krizë që nesër mund të mos ketë kthim. Kjo është filozofia qeverise e Edi Ramës, pas meje le të bëhet kiameti. Për të ka rëndësi propaganda e ditës, fasada e kullave dhe statistikave të manipuluara, nuk ka rëndësi fermeri që falimenton, sipërmarrësi që mbyll biznesin, punëtori që humbet vendin e punës dhe i riu që detyrohet të largohet nga vendi.
Ky është bilanci i Edi Ramës, i cili nga kryeministër është ndërruar në mbrojtësim politik të grupeve të narkotrafikut dhe garantimi i një sistemi ku krimi pasurohet ndërsa qytetarët varfërohen. Por shqiptarët nuk mund vazhdojnë të paguajnë faturën e kësaj narkoqeverie. Shqipëria nuk mund të ketë ardhme mbi ekonominë e parasë së pisët, mbi pastrimin e parave dhe mbi shkatrimin e prodhimit vendas. Dhjetra mijëra qytetar po dalin çdo ditë në protestë për të mbrojtur pronën e tyre, punën e tyre dhe të ardhmen e fëmijëve të tyre. Ata po protestojnë kundër një narkoqeverie që ka vendosur interesat e krimit mbi interesat e shqiptarëve. Të rinj që mbushin sheshet sot janë shpresa e Shqipërisë së nesërme. Ata po kërkojnë një vend normal ku pasurohet puna dhe jo krimi, ku shpërblen ndershmëria dhe jo lidhja me pushtetin. Kjo nuk është vetëm një betejë politike, është një betejë për mbijetesën e ekonomisë së vendit, për pronën, për punën dhe për të ardhmen e çdo familje shqiptare. Prandaj koha e narkoqeverisë po mbaron. Asnjë pushtet i ngritur mbi korrupsionin, pastrimin e parave dhe aleancën me krimin nuk mund të mbijetojë përballë vullnetit të qytetarëve. Koha e qytetarëve po vjen, është koha që të gjithë t'i bashkohemi kësaj lëvizje për të shpëtuar ekonominë, demokracinë dhe të ardhmen e Shqipërisë. Faleminderit.